Autori i vrasjes së kryer në gjormë të Selenicës, Bertil Alliaj, ka dalë sot përpara gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë. Nën masa të repta dhe me forca të shumta të policisë së Vlorës, por edhe forca të ndërhyrjes së shpejtë të Fierit, u zhvillua seanca për caktimin e masës së sigurisë. Seanca gjyqësore është zhvilluar me dyert të mbyllura, duke u refuzuar hyrja madje edhe e gazetarëve, për shkak të dinamikës së ngjarjes, por gjithashtu edhe rrezikshmërisë që paraqiste më pas. Ajo është drejtuar nga gjyqtari Etienne Isak, i cili ka qenë ai që ka dhënë edhe vendimin për Bertil Alliajin. Prokuroria e kësaj çështje ka qenë Alba Metaj, e cila ka kërkuar edhe në emër të prokurorisë të caktohet si e vlefshme masa e sigurisë Ares me burg dhe autori i vrasjes së Dalan Alliajit mbrëmjen e së shtunës të lihej në burg. Ky shtetas mbrojë nga avokati Redi Lanaj, në pranitë të cilit autorit i janë drejtuar edhe disa pyetje nga gjyqtari i çështjes, por edhe prokuroria. Të gjitha pyetjeve ai nuk ka pranuar që t'i përgjigjet, teksa që në fillim të fjalës së tij ka thënë: "Nuk jam në gjendje të flas, jam dakord me avokatin, jam dakord me çdo fjalë të thënë prej tij." Alliajt i është caktuar masa e sigurisë Ares me burg mbi akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare. Seanca përgjatë kësaj të mërkure ka zgjatur për 90 minuta, duke nisur në orën 11:30 të mesditës. Bertil Alliaj u arrestua më 2 nëntor në malsinë e gjormit, nga ku ishte aratisur. Ai u dorëzua pas thirrjeve të policisë. Deri më tani, 32 vjeçari nuk e ka treguar arsyen e vërtetë të konfliktit që kishte me kushëririn e tij. Gjyqtari i kësaj çështje e ka argumentuar vendimin mbi bazën e provave të mbledhura, të cilat sipas tij janë të pakundërshtueshme, shtuar provave edhe faktin se vetë autori, Bertil Alliaj, e ka pranuar krimin, ka pranuar që ka qenë ai vrasësi i kushëririt, djalit të tij të Xhaxhait. Bertil Alliaj prej 10 vitesh ishte në kërkim si pjesëmarrës në masakrën e Çoles, ndodhur në Vlorë, dhe ka marrë një dënim prej 35 vitesh në mungesë për ngjarjen e rëndë. Përgjatë kësaj seance, Bertil Alliaj nuk është njohur me këtë vendim të dhënë në mungesë të tij, pasi ky vendim ka marrë tashmë formën e prerë dhe autori i vrasjes së gjormit do të duhet të vuajë 35 vite dënim, shtuar këtu edhe dënimi që do të marrë në seancat e mëparshme për veprën penale, vrasjen e kryer të shtunën në fshatin Gjorm. Ndërkohë që për ngjarjet që ndodhur në vitin 2015, Bertil Alliaj ka qenë i fshehur, por shpeshherë ai lëvizte edhe i lirë, teksa sipas policisë ai kishte identitet të ndryshuar dhe përdorte pasaportë kosovare.